O ngjilli i sotëm është një tjetër mrekulli që bëri Zoti. Por ky ngjill për të shihet në dinamikën e tij, qendra është dialogu ndërmjet Zotit dhe të parit sinagogës. Ditën e shtunë ishte ditë pushimi në dhjatën e vjetër e në Izraelin e vjetër, e ishte ditë që i përkushtoi vetëm një jetë shpirtërore dhe kishte disa rregulla. Zoti kishte ndaluar shumë punë pikërisht që njerëzit përqendroheshin në jetën shpirtërore, jo vetëm thjesht të pushonin duke fjetur ose duke mos bërë punë të tjera. Dhe në sinagogë ishte një grua që ishte me kurrizin e përkulur dhe kishte 18 vjet. Dhe kur e pa atë Krishti, i thot grua, thot je e lirë, thot, dhe trupi i saj u drejtua. Në vend që i pari sinagogës të falendronte Perëndin për këtë dhuratë madhe e mrekulli, nga Zelia i u bërtiti njerëzve duke i thënë, keni 6 ditë, thot, që mund vini edhe të shëroheni, pse thot ditën e shtunë? E Zoti drejtohet duke thënë hipokrit, thot, kush nga ju nuk e zgjidh kaun ose gomarin për t'i dhënë në ujë, ndërsa unë zgjidha këtë bitë Abrahamit që kishte 18 vjet që Satanai e kishte lidhur dhe ju jeni të zëmëruar, dhe kundërshtarët të gjithë mbetën të turpëruar dhe populli lavdëroi Perëndin. Ky është ungjilli i sotëm. Por në këtë ungjill të sotëm ne mund të shohim shumë gjëra që mund të jenë tek ne, sepse ungjilli është një pasqyrë e vërtetë. Të gjithë njerëzit pa përjashtim krijojnë pasqyra të rreme, atë që duan ata të jenë. E shikojnë ato pasqyra e duken shumë bukur. Por nëse shohim veten në pasqyrën e ungjillit, nuk do dalim aq të bukur. Do shikojmë që kemi shumë mangësira. Mund të kemi zelira, inate, mlefe, ambicie, krenaria, boshe, e gjithë shka tjetër. Prandaj duke ndalur tek ungjilli, ne fillojmë njohim dhe veten tonë realisht. Nuk ka libër tjetër që mund ta tregojë kush jemi ne realisht. Ashtu si mjek i mirë që i thot diagnozën pacientit për të marrë mjekimin për të shëruar, ashtu dhe ungjilli është një mjekim për ne që na tregon realisht se kush jemi ne. Sepse nëse njëri është i smur, e nuk e kupton që është smur, e nuk i duket vetë që është smur, ajo smundja mund ta shkatërrojë atë. Duke njohur smundjen tonë, ka shumë shpresë që të gjejmë shërimin edhe për të marrur mjekimin. Dhe pikat kryesore të ungjillit janë disa. E para është që Zoti ishte çdo të shtunë në sinagogë. Zoti s'kishte nevojë për këtë gjë, sepse ishte ai që kishte krijuar qiellin edhe dheun, kishte dhënë ligjin Mojsiut dhe gjithçka tjetër, por si një shembull për ne që ditën e diel duhet jemi në kish. E dita e 7 që në kalendarin hebrejik binte e shtuna, ishte një ditë pushimi pikërisht për të medituar e për të pasur një jetë shpirtërore. Ndërsa nëse feja shikohet vetëm nga jashtë dhe sipërfaqshme, kthehet vetëm thjesht në disa rregulla. Dhe kishte një rregull të jashtëzakonshëm me shumë të gjatë të gjërave që s'duhen bërë. Por Zoti e kishte dhënë këtë pikërisht për një ushqim shpirtëror. Nëse vim në kish ditën e diel, kemi shumë shanse të takojmë Perëndin. Dhe takimi me Perëndin gjithmonë sill transformimin tonë. Është rasti vetëm në ungjill që Zoti bën një mrekulli pa ja kërkuar personi vet, apo ja kërkuar njerëz të tjerë, si shembull për treguar që nëse do jemi në kish, është shansi që Zoti të vijë dhe të takojë neve edhe të drejtojë çdo gjë që mund të jetë shtrëmbëruar tek ne. Mund të jemi fizikisht, po mund të jemi edhe shpirtërisht, sepse ne e shohim shtrëmbërimin fizik, ku njeriu është i korrosur, e shikojmë atë gjë, por nuk e dallojmë dot shpeshherë shtrëmbërimin shpirtëror. E nëse vim në kish nuk vim vetëm për të kërkuar, po vim edhe për të pasur praninë e Perëndis në shpirtin tonë, sepse prania e tij jep paqe zemrës njeriu, e jep ndriçim mendjes së tij, e njeriu ndjehet në dimensionin e tij të plot, jo në dimensionin e mangët. Prandaj edhe shpeshherë kisha i bën thirrje gjithmonë besimtarëve që ditën e diel le të jenë në kish, jo se do i bëjnë mirë kishës. As nuk ka nevojë Zoti për këtë gjë, po është për të mirën tonë. Prandaj dhe na thotë duhet jemi ditën e diel, sepse 6 ditë boll janë për të punuar. Nëse ne punojmë shumë ato ditë janë të bollshme për të jetuar. Prandaj dhe Zoti kishte thënë që 6 ditë janë të bollshme për të punuar. Dita e 7 duhet të jetë pushim,
Njeriu duhet të karikohet shpirtërisht. Dhe njerëzit shpeshherë gjejnë shumë arsye për mos të ardhur. Ju e keni dëgjuar, shpeshherë mund t'ja kemi thënë vetes në këto, sot se jam pak pa qef, nuk po shkoj, po isha dielës tjetër, s'është nevoja të jem të diel. Qenia në kish nuk është thjesht një detyrim ligjor e legal. Qenia në kish është një ushqim shpirtëror. Jo përmend shpeshherë këtë gjë që njerëzit thanë çdo ditë 3 herë. Ka ndoshta që mund të hajnë edhe më shumë, po 3 herë pothuajse të gjithë thanë. Edhe ditës tjetër prapa, nuk thonë që hëngra dje, nuk do ai sot. Ndërsa ushqimi shpirtëror është akoma më i rëndësishëm. Dhe shpirti është më delikat se trupi. Prandaj dhe ushqimi shpirtëror duhet i vazhdueshëm. Ardhja në kish të dielën është një ushqim shpirtëror që mund ta bëjë gjallë shpirtin tonë. Ndryshe shpirti ynë do thahet. Prandaj dhe bota e sotme ka një shpirt të tharë, sepse s'ka një jetë shpirtërore. Ardhja ditën e diel në kish nuk është thjesht një detyrim, ka shi Perëndis, është një nevojë për ne. Zoti do që ne të vim për të mirën tonë. Dhe siç ungjilli sotëm tregon që Zoti erdhi dhe e preku dhe e drejtoi atë grua. Ashtu do na prek edhe ne, e do drejtoi gjithçka që është trembruar nga jashtë ose brenda nesh. Dhe një pikë tjetër shumë e rëndësishme është kur Zoti i thot atij hipokrit. I pari sinagogës ishte njëri shumë i nderuar. Ishte njëri që njifte ligjin, ju shpjegonte njerëzve të tjerë ligjin, kishte njohurinë, teologjin, gjithçka tjetër. Megjithatë, atë e kapi Zelia. Në vend që të lavdëronte Perëndin, ku një smur 18 vjet e shërohej, e kapi Zelia. E Zelia është diçka e tmerrshme. Të gjithë ne e kemi në forma të ndryshme. Prandaj dhe duhet luftuar. Smira, Zelia e shkatërrojnë shpirtin e njeriu. E shkatërrojnë zemrën e tij, madje edhe mendjen e tij e shkatërrojnë këto gjëra. Zelia është e tmerrshme. Dhe ashtu si çdo emocion, nuk ka vetëm thjesht një arsye të jashtme. Duhet luftuar. Duke ardhur në kish e duke ushqyer shpirtërisht, ne mund gjejmë të forcën për ta luftuar e për të shëruar nga kjo smundje e tmerrshme. I pari i sinagogës, duke qenë hipokrit, sepse çfarë është hipokrizia? Njerëzit shpeshherë flasin rreth hipokrizisë. Çfarë është hipokrizia në fe? Hipokrizia në fe është kjo gjë, kur ne mendojmë se besojmë, mendojmë se i dimë shumë gjëra, e në fakt jeta jonë nuk ndryshon, po si të tjerët jetojmë. Ka shumë njerëz që mendojnë që besojnë, po në njëjtën kohë bëjnë gjithë gjërat që bëjnë tjerët, gënjejnë se tjerët, vjedhin se tjerët. Ku qëndron realisht besimi? Besimi qëndron nëse besimi na transformon, sepse besimi është një mjekim. E në mjekimi nuk shëron, do thotë o ti nuk e ke marr ose ke marr një medikament që nuk bën efekt. Prandaj dhe nuk mjafton vetëm thjesht që ne besojmë nga ana mendore, për shembull besojmë që ka një Perëndi, besojmë mirë që i thot kisha këto gjëra, por nëse nuk i praktikojmë në jetën e përditshme, nuk do kenë ndonjë vlerë për ne. Nuk do justifikohet dhe drejtësohet dëgjuesi i ligjit, shkruan Shën Pavli, po zbatuesi i tij. Gjë që do thotë nuk mjafton vetëm thjesht ne që të besojmë me mendje që ka një Perëndi diku lart, por nëse nuk i zbatojmë mësimet e tij e nuk i praktikojmë në jetën tonë përditshme, ne nuk do ndryshojmë. E mund ndodhi që mund vi 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet në kish, e ndoshta në fund fare mund të jemi më të këqij se sa ditën e parë që kemi ardhur, sepse ka menguar një besim i thellë dhe i vërtetë. Për këtë besim flet gjithmonë Zoti. Në atë kohë nuk dyshohej, e shumë njerëz që thonin të shpallin që jemi ateist. Gjithë besonin në një farforme që ekziston një Perëndi. Kur Zoti i quan bespak, i kritikon për mosbesimin e tyre pikërisht për këtë gjë, që ata nuk e praktikojnë besimin e tyre në jetën e përditshme. Edhe kështu ne kthehemi në hipokrit. Tjetër gjë bëjmë, tjetër gjë themi, kemi në mendje diçka tjetër, nga goja dalin fjalë të tjera, si të parit sinagogës, ai kishte zemrimin me Krishtin, po i drejtohet dhe kritikon popullin, dhe Zelia vjen nga një krenari, kur njerëzit smuren ku dëgjojnë që flitet mirë për dikë. E këtë shikojmë në jetën tonë të përditshme. Lavdëroj njërin, në sy disa tjerëve, përgjithëherë do sjellin disa kundërshtime, duke thënë ai tmetë të tij ose nuk e ka bërë mirë këtë gjë. Zelia është smundja më e rrezikshme në besim. Është zelia ajo që sjell dhe hipokrizinë. Edhe hipokrizia shkatërron çdo lloj besimi. Prandaj dhe Zoti është kaq i zemëruar me farisejt. Nuk është i zemëruar as me njerëz të ndryshëm imoral, as me kusarët, as me njerëzit mëkatar, sepse
i shikonte si pacient për të shëruar, ishte i zëmëruar me ata që mendonin se ishin mësuesit e ligjit dhe i thotë keni rrëmbyer çelësin e dijes, mirë që nuk hyni vetë, por nuk leni as tjerët për të hyrë. Dhe vazhdimisht i kritikon me fjalë shumë të ashpra, duke i quajtur pjellë në përkash e gjithë fjalë të tjera. Është i zëmëruar sepse hipokriti është ai që shkatron besimin. Njëri që shtiret sikur është dikush tjetër, e në fakt nuk është. Dhe hipokriti më i pashërueshëm është ai që nuk e kupton hipokrizinë. Ai njeri që mendon se me të vërtetë është mirë. Madje shpeshherë edhe vestet e tij i paraqet sikur janë virtute. Gjithmonë do gjejë një shqyrkim për gjithçka që bën. Edhe kur bën gjëra që janë gabuara, i bën sikur është në emër të mirës. E shumë njerëz kanë thënë për shkak shpifin ose flasin kundër dikujt, sikur gjoja doan ta ndihmojnë atë. Në fakt nuk duan. Është nga zelia dhe është nga çmira. Ai që e do realisht dikë nuk e ekspozon atë. Nëse do i afrohet i thot atij gjithçka që ai mendon që nuk është mirë për të, po jo duke përhapur thashë theme e duke e kritikuar tek të tjerët. Zelia është një smundje e tmerrshme. Shën Klementi, i cili ishte pothuajse kohor me apostujt, shkruan në një nga letrat e tij, thot nga zelia dhe çmira Zoti ynë u krizua. Nga zelia dhe çmira shtyllat e kishës u persekutuan, u vranë dhe u kryqëzuan. Në fillim kur kam lexuar për herë të parë, më duk pak si habitshme. Çfarë zelie këto kishin? Po duke lexuar historinë e kishës, historinë e shenjtorëve, doli që kjo ishte arsyeja kryesore. Edhe në Ungjil thohet që judejt e dorëzuan tek Pilati Krishtin pikërisht nga çmira dhe nga zelia. Prandaj që ku Ungjilli i sotëm na fton të gjithëve ne që le të largojmë zelin nga shpirti ynë, sepse zelia sjell krenarira boshe, e njeri që është një krenar nuk e pranon dot që është gabim. Gjithmonë do gjej diçka për të justifikuar gjithçka që bën ai. Nëse ne nuk arrim të dallojmë fajin tek vetja jon, kjo është smundja më e madhe. Padyshim që është shumë keq të jesh mëkatar. Po mëkatari më i madh është ai njeriu që nuk e dallon mëkatin e tij, e i duket e rregull, dhe akoma më keq kur ai justifikon atë dhe ngren në rangun e virtutit. Kjo është hipokrizia në besim. Ungjilli i sotëm na fton të gjithëve ne të largohemi nga hipokrizia, e t'i afrohemi Zotit me shpirt pastër dhe me përulësi. Njëri i përulur është ai që mund ta dallojë të keqen brenda vetes tij. Mendja krenare nuk e pranon atë gjë. Prandaj dhe Zoti është kundër krenarëve, siç thot Shkrimi i Shenjtë. Zoti qëndron kundra mendjeve krenare, po i lartëson të përulurit. Këto mësime që vijnë nga Shkrimi i Shenjtë janë mësime bazë për jetën tonë të përditshme. Sepse nganjëherë ne i lexojmë dhe nuk i marrim seriozisht. Nuk i marrim që ato fjalë po na drejtohen neve, nuk janë thjesht një literaturë shkencore, është një fjalë e jetës e gjallë që i drejtohet çdo besimtari. Nëse i dëgjojmë seriozisht dhe i zbatojmë në jetën tonë, padyshim ato do na transformojmë ne. A nëse do jemi në kish, Zoti do vit na preki, sepse Zoti për këtë erdhi pikërisht për të drejtuar atë që ishte shtrëmbër. Dhe vetëm një njeri i drejtë mund ta drejtojë atë gjë. Ne nuk i drejtojmë dot të tjerët, sepse nuk jemi drejtësuar vetë. Shën Ambrozi, të cilin festojmë dhe sot, thonte këto fjalë. Ne nuk mund të drejtojmë tek të tjerët atë gjë që është e shtrëmbër tek ne. Ne mund drejtojmë tek tjerët nëse kemi drejtuar tek vetja jonë. Shenjtorët drejtonin të tjerët sepse ishin vetë drejtësuar nga hiri i Shpirtit Shenjtë. Prandaj dita e sotme dhe Ungjilli i sotëm na thret ne pikërisht për këtë gjë. Le të jemi gjithmonë pranë Zotit në kish, e Zoti do vit na preki e do drejtojë çdo gjë që është shtrëmbëruar tek ne. Amin.